ne problemi që s'kemi popull. Dhe të vetëdijshëm, kemi komentatorë si ata që the ti, që nuk shohin çfarë bëjnë, çfarë po bëjnë vetë, s'po bëjnë vetë, por shohin çfarë s'bëj unë, sipas tyre. Që unë nuk komentet kërkoj që si lexoj. Se aty ka dhe, mund të ketë dhe lavdërime, po ka dhe ofendime. Dhe kur i kam hyrë kësaj pune, i kam hyrë, kam menuar që dhe i gjithë botën mund ta kem kundër, po isha i bindur që ajo e drejtë, e thash do ndjek drejtën. Dikush duhet më dalë përballë tyre, thash se ballë ma. Se unë se flasin këto agallarët, këto çfarë po bëni ju? Flet nga Amerika ai. Kur do bëhet ajo vend të kthehemi ne? Po kur mos u bëfte? Të bëj vendin unë që kthehesh ti? Kur mos u bëfte? Unë kam qenë i pari luftoj për votën tyre, edhe votën mos sa kenë më. Kush je ti mëre? Që na urdhëron ti dhe na ngel i paknaq dikush tjetër. Vetëm llafe po një gjojmë. Po hajde re trim. Hajde re. Se je trim, më bëj dhe mua pak më trim. Hajde re. Çfarë do t'i bëjmë ne? Gjitha i bëjmë, pa jeti trim. Hajde. Ku që ke kaj trim ti? Pse s'vjen ti këtu? Ose pse merr ti këtë punë? Kështu që të paktën këto që themi nuk i themi për karrierë për pushtet, po i themi të bindur që pas vërtetës e vërteta vepron. Ajo kur hyn në vesh të dikujt, ajo gjithmonë ka atë. Ne është gjë e madhe ta themi të vërtetën siç është. Edhe ajo bëhet vetë busull për çdo njeri lidhur me të ardhmen, si do veprojë një person. Është një faktor reflektues pastaj. Por është gjë e madhe me vrah frikën. Dhe edhe njerëz që nuk duan të ndryshojnë. Po kërkon shumë kohë dhe këtu tek ne me shqiptarë në Shqipëri. Vrasja frikës. Kjo është sfida. Ka dhe një popull që nuk ndërgjegjësohet, nuk është më. Ky popull që pa ndërgjegjësohet. Ata se kuptojnë që du ndryshojnë vetë. Nuk ndryshon asgjë Shqipëria nëse njerëzit nuk fillojnë të ndryshojnë veten e tyre. Ne kur shohemi themi, po mirë, Rama po Berisha. Jashtë tyre nuk ka zgjedhje. Nuk kemi një zot, po kemi dy zotër. Domethënë këta nuk e kuptojnë që zgjedhja nuk është ky që u plak duke na vrarë, duke na vjedhë, edhe ky tjetri që u plak e u zbardh duke na thonë tërë jetën fjalë bukura dhe asgjë dhe qeverisë me një grup tjetër, me tjetër e merr pushtetin me tjerë qeverisë. Zgjedhja janë ato që nuk ndryshojnë. Janë parimet. Ku ky popull t'i bim në gjuhë popullore, ty në rrugë Zotit, do e kuptoj. Po kur ty në rrugë Zotit, do e kuptoj që ka ca detyrime. Po deri tani për ta mbyllur tani. Dhe ka ca detyrime shumë radikale që ka detyrim dhe obligim të çohet të mbroj vendin e vet dhe dhe të luftoj për drejtën kudo ku ka padrejtësi. Dhe ky solidarizim ka mbajtë shoqërinë njerëzore. Nuk ka qenë popullt me këtë moralin për tokë që kemi ne këto momente. Se ne jemi shbërë nga moralit, pastaj jemi shbërë nga tjerat. Është i fjalë, Zoti jep merr menta, pastaj ti merr gjithë tjerat. Po kur të merr moralin, ka marr fund pastaj. Si ishte pyetja afër fundit? Pyetja, deri tani tham që në të gjithët, siç ka thatë ju, themi se ku është situata aktuale dhe gjendja mjerueshme e Shqipërisë për faktin e këtyre njerëzve që kemi në krye. Dhatë edhe disa nga idetë tuaja se si do të ishte një shtet, le themi, që të japi qytetarëve të tij. Por çfarë duhet bëjnë shqiptarët sot përveç pjesës së ndërgjegjësimit dhe të rikthehen? Ku kemi të dy zgjedhje, siç e thatë ju, dy zotër. Ju gjithmonë keni lakuar dhe le të themi atë revolucionin. Në këtë lloj situate ku jemi. Kjo Europë është mbi bazën e disa lëvizjeve të mëdha. Këta kanë frikë revolucionit dhe bile mundësisht ta bëjnë kushtetutë që edhe termi revolucion mos thuhet. Europa është mbi 3 revolucione. Dhe kjo shoqëri, paktën edhe në Amerikë.
amerikan, francez dhe industrial angles. Dhe gjithë funksionimi ose emergjencat, thot Rousseau, bien për një popull, kanë banë emergjencës, kur klasat politike jo vetëm kthehen në sunduse, se prandaj ishte revolucioni, për të hequr favoret dhe për të dalë një barazi. Si jemi të barabartë para ligjit, unë me Ramën, unë me Berishën, si jemi. Serdhi Rama për të, kur shkoi unë që qote Berisha për shpifje në gjyqje për tjera, demonstron të afër meje. Pse vlen më pak se Erion Velia? Unë mendoj që ne duhet ndjekim të paktën ato rrugë që i kanë ndjekur, se ne duam shkojmë në Europë, të paktën të marrim nga historia e Europës. Jo vetëm i firëm, shkojmë Kur ligjet e palishme, për shembull vjedhja, bëhet me ligjet, siç janë ligjet e prokurimit që bëjnë këto etj, koncesionet etj. S'ka prokurim që nuk vjedhet në Shqipëri. S'ka koncesion që nuk vjedhet. Për investitor strategjik, s'ka poshësi që nuk bëhet. Për to letë ndërtimi, ta zgjedh jera marrin lejen aty Tiranës, jera japin, një kështu, një tjetër. Kur gjitha ato bëhen të lishme, pra palishmëria hyp në ligj. Kur gangsteri shkon në parlament, kur hajduti i pandryshueshëm po shkon pra parlament tani, po garantohet shkojnë lista mbyllura. Atëherë populli të deklaroj hapur, thot ai, që është prish kontratat sociale, demokracia e përfaqësuar ka rënë, dhe Shqipëri ka rënë. Ka rënë. E tha Darsula, dje, po, të mi thëmë e kohë. Do të kisha kesh problem ku prish. Ka rënë. Morali kuptohet që ka rënë, se i palishmi ka im kryet shteti, pa i du të ri atje në burg. Dhe me to që kanë bërë, se pëtë mu për Berishën, që kanë bërë ta me gojën plot, ta nuk me jetojnë. Unë jam për ligjet rënda. Këta që kanë vjetë të popull të mënyrë, të varën mes Tiranës. Shembull atje. Me gjithë pasus. Kush guxon, thot që po ky është i paprekshëm, me gjithë pasus. Atje. Se këta janë sistem. Dhe këta mendojnë që disa dhjetra apo qindra pasus janë garanci e tyre që këta nuk do të shkojnë, ne do të shkojnë me gjithë ata. Shqipëria duhet shirohet dhe është shtuar nga kesa që mba ky popull mi kokë. Janë shtu se shembulli bën që të kanë lidhë si kërpulla mas shiut, të fortët. Ka pe vrit, s'ka rëndësi, jem burg apo nga është burgut, se në burg ju shkojnë dashnoret, parat, me telefon biznes nga burgu, Dubai, Bolivia, Ekuadori, ka filluar me kohë dalja parave të Shqipërisë në drejtim të lindjes.